Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Fatevela i zhvilloi një takim elektoral në zonën e Babicës ku bashkëbisedoi me banorët. Ai u shpreh sigurt se vota e këtij qershori do t'i jap mundësinë Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama që të qeverisin të vetëm vendin pa pengesa. Ne jemi të vetmit që në datën 25 qershor 2017 deri në 24 qershor 2021 do të qeverisim të vetëm. Edi Rama kërkon mandatin që të qeverisi vetëm, mos të ketë as parti, copza të Partisë Socialiste të cilët në gjatë kohës janë larguar e kanë krijuar parti pa fund. Dhe këtë do ta bëj. Këtë do ta bëj. Vlora, Shqipëria do t'i kaloj 7 ca deputet. Vlora po lufton për të 9-in, nuk është më te 8-i. Që thoshin, Vlora po lufton për të 9-in dhe që fitohet i 9-it duhet të gjithë miqt që keni, kudo që janë, të mundur, të pamundur, kudo që votojnë, janë kanë ikur me shërbim Tiranë, janë student në Tiranë, duhet të vinë patjetër, si që jemi që të gjithë. Ju lutem, mos neglizhoni, mos mendoni këta e kanë të fituar, kur mos të shkojnë, asnjë vot nuk të shkoj kot. Në të gjithë takimet që kam pasur, unë e kam bërë të qartë. Në datë 26 unë do të jem deputet, nuk do të jem vetëm deputetit majtve. Do të jem një deputetit gjithë komunës qendër, të 15.000 banorëve të saj. Pak rëndësi ka në madhe mua votën, apo nuk madhe mua votën. Mëteja i garantoi se pavarësisht votës së dhënë me marrjen e mandatit të deputetit, do t'ju shërbej po njësoj të majtëve dhe të djathtëve.